Mundi komentojmë këtë zhvillime politike me kolegun Denis Dyrnjaj. Denis, kënaqësi që të kam studio. Faleminderit për ftesën. Denis, siç e ndoqëm edhe së bashku, agjendë strikte personale, tha kryedemokrati Berisha për nismën e Ervin Saljanit, ishte në Durrës me një foltore. Çfarë është personale në këtë rast sipas jush? Gjuha e Berishës është ajo pjesë që ne e njohim më mirë në këtë rrugtim 35 vjeçar politik të tij, është hullia ku ai do ta çojë në fakt. Gjithmonë një njeri që i del përpara dhe i prish rrugtimin e vet politik. Kështu që sipas meje janë notat e para të giotinës politike që e pret Saljanin në gjithë këtë sfidën e vet të parashikuar dhe të përfytyruar si kur do përballet me Berishën. Mendoj që është një betejë e humbur që në nisje, se ne pam se çfarë bëri Berisha kur mbeti vetëm me 3-4 besnik të tij dhe gjithë partinë kishte Basha, me struktura, me funksion, me grup parlamentar, me të gjitha dhe e rikuperoi të gjithën, e futi brenda suazës vet dhe sot e ka egzon, sepse në fakt nuk ka një kuptim më Partia Demokratike. Kjo lloj Partia Demokratike pa Berishën. Ajo është fytyra e Berishës. Domethënë nuk mund të kuptosh dot një parti demokratike, se nga emri është i bukur, Parti Demokratike kur e thu, domethënë ti mendon që aty lulëzon demokracia, por në fakt aty lulëzon mendimi përjashtues. Po ta vesh re, të dy palët ose shumë shpesh palët përjashtojnë njëra tjetrën. Pra nuk ka opsion alternativ, pra që ne të dy të kemi një mendim, po thjesht cili është mendimi më i mirë, po ne kemi mendimet përjashtuese, pra ti nuk bën, ai nuk bën. Pra gjithkohës ai është armiku, ai është problemi, pra nuk është çfarë është më e mirë për ne të dy. Si mund ta zgjidhim ne dhe si konkurrojmë ne për gjetë më të mirën tonë. Në momentin që hyn përjashtimi, hyn përçarja, ose do ketë ndasi. Dhe Berisha ka prodhuar shizmat më të mëdha, sepse ata që janë rrek që t'i marrin pushtetin, kam përfundu pastaj në koshin politik të Partisë Demokratike, ku Saljani është, nuk e di Sadi në radhë që i hyn kësaj aventure, ai qoftë me çfarë llogarie politike i ka hyrë. Unë e di, kam një ide pse i ka hyrë. Është një pragmatizëm i tepruar, një kalkulim i ftohtë aventurizmi që ai e ka si natyrë politike, se nuk është se është shumë si të them, shumë i dhënë pas asaj që do i krijojë dështimi. Pra, nuk e ka problem që dështoj. Dhe kjo ndihmon që të jetë pak serbes, nëse përdor një term më të thjeshtë në këtë iniciativë që ka marrë. E ka tentuar këtë edhe me suksesin që u kthye në bumerang në dështim me skandalin Babale. I vetmi njeri që e mori përsipër, kur gjithë dinin që ishte një skandal fake, ishte Saljani. Pra, ky njeri i hyn aventurave, dali ku dali, se ndoshta një herë mund t'i dalë. Do kandidoj për kryetar, mendon, në zgjedhjet e ardhshme? Po, derisa i ka hyrë, besoj që e ka këtë qëllim, e kupton? Pra, mendon që mund të ndihmohet mediatikisht, mendon që Berisha mund të ketë aksidente rrugës, në kuptimin aksidente politike, po me sa kuptoj unë me atë qëndrim Berishës, sidomos tani, pas një rikthimi aq të stërmundimshëm, aq të shpenzueshëm, se ishin dhe para të shpenzuar ato që bëri Berisha me foltoret. Duhet kujtojmë që ti jesh në opozitë dhe të harxhosh gjithë ato miliona ku bë gjithë ajo atmosferë për stadiume e gjithë tjera. Pra, ky është investim. Në këtë kuptim njeriu nuk e hedh kot investimin një ditë bukur se del një tip si Saljani që do të marrë partinë, kurse kanë marrë tjerë njerëz me kapacitete më të forta dhe me kredibilitet më të fuqishëm. A do ja marrin Berishës partinë apo do e lej? Si e sheh? Po Saljani nuk ja lën në botë njëherë. Domethënë kjo është e padiskutuar. Nëse ja merr Saljanin, bravo i qoftë, është luftë e fituar dhe duhet ta respektojmë fituesin. Po nuk ja merr dot. Unë nuk besoj se do mundet. A është Belin Kliçi? Sepse sapo dëgjoja tani kur ishim bashkë në studio dhe po dëgjoja leksikun e Berishës, ai po thoshte ata tha kanë qenë me pushime, tha, nuk kanë dalë fushatë dhe kanë punuar për socialistët. Kaq që duhet bazës. Mbaron filmi këtu. Pra në momentin që asocion kundërshtari me kundërshtarin tonë politik, pra që do të thotë që është i sponsorizuar, i mbështetur nga PS-ja, nga mazhoranca, iku mbaroi, ke kry punë me bazën, ata aq duan nga Berisha. Një fjali, kjo është komanda, kodi, edhe humor. Denis, a është Belin Kliçi një figurë e preferuar, le të themi, e Berishës si pasues?
Ja, unë nuk besoj që Berisha ka figurat preferuara. Nuk ka. Tani mos, është ai shumë i zhgënjur. Pra i preferuar i fundit i Berishës duhet të ketë qenë Lulzim Basha. Pas atij nuk mendoj se mund të ketë më, sepse nuk ka më besim, mendoj. Domethënë ka konsumu besimin e vet për delegu besim tek njerëzit poshtë vetes tij. Të gjithë nënkretarët kryesisht përjashtot Ritan Sheon, që vazhdon të qëndrojë besnik për shkak që unë nuk e kuptoj pse, por gjithsesi në një kuptim moralshëm bën mirë që i ka qëndru besnik, sepse i kthen shpërblimin që Berisha i ka dhënë në kora me poste politike dhe me këto mandatet e përhershme të deputetit e gjithë tjerat me radhë. Kështu që në një kuptim mirënjohja është e vlerësueshme, pavarësisht se është në stil servilizmi. Por nuk mendoj që Berisha ka një figurë tjetër aty brenda PD-s që e parashikon si pasardhës të tij. Mbase gojdhënat që flitet për një pasardhës brenda familjes edhe mund të bëhen. Dhe traditat mund të futen në lojë traditat e familjeve politike, siç është rasti i familjes Papandreou, siç është rasti i familjes Le Pen në Francë. Pra kryesisht e djatha e trashëgon në një kuptim politikën e vet nga pikpamja konservatore. Nuk e dia është kjo rasti i PD-s apo i Berishës në tërësi, por mendoj që nuk ka një pasardhës në kokën e tij, sepse pas vetes mendoj që Berisha nuk do më të dija se çfarë do ndodhi me Partinë Por replikojmë atë që tha Ervin Saliani në Durrës, që demokrati i thjesht, demokrati në bazë nuk dëgjohet nga kupola politike. Pra ai që militon tek PD-ja. Nuk na e tha Saliani, nuk na zbuloi Amerikën, një antar kryesie Saliani nuk është Kolombi i ri i politikës shqiptare. Një antar kryesie i cili e thot, Berisha i cili reagon një problematikë. Ne çfarë kemi thënë para Salianit dhe Berishës bashkë, edhe kush dëgjoi për ato që thamë ne? Kush na dëgjoi neve që kemi 10-15 vjet që themi që në PD s'ka demokraci? Që pse reagon tani Berisha për shembull? Vota tjetërsohet, vullneti tjetërsohet, thuhet ndryshe, veprohet ndryshe, që flitet për primare, po nuk bëhen kurrë primare, që flitet për dëgjes të njerëzve dhe lista bëhet ndryshe, njerëzit pretendojnë ndryshe, përfaqësimi shkon ndryshe. Nuk ka pak ditë që pam një sken të Flamur Nokës me një militante të Partisë Demokratike, ku dora e Flamur Nokës kështu dhe gishti i treguar kështu janë gjestet më kuptimplota, s'ka nevojë të komentosh fare. Pra këtu kupton filozofinë e kësaj partie dhe shkëputjen e madhe që ka, që këta poshtë janë ata që na shërbejnë ne jemi ata që drejtojmë gjithmonë këta. Është kaq e thjeshtë. Ajo është një parti e privatizuar që nuk ndryshon çdo që të pretendojnë individ ndryshëm që mund ta kenë edhe idealistët atë ndjesinë e vet, Nuk duhet i paraqyjojnë. Është një mesazh politik që tenton të grupojë disa demokratë që Po mesazhi politik është gjithmonë aty. Unë nuk po them që s'ka mesazh politik, unë nuk po them që PD-ja nuk ka nevojë që të ndryshojë. Problemi është kush po e sjell ndryshimin dhe mund të ndryshojë në këtë formë. Këto janë dy pyetjet mendoj unë më kryesore. Mund të ndryshojë në këtë formë? Po s'mund të ndryshojë pra në këtë formë, se nuk vjen dot ndryshimi kështu, se e para nuk pranohet ndryshimin. Nëse ndryshimi nuk është i mirëseardhur, nuk ka se si të vi. Se me dhunë u provua në 8 janar, nuk ndodhi dot. Pra edhe pse ishin në pozita të ndryshme, pra të kundërta. Pra u desh një cikël më i butë që të ndodhte kalimi prap tek Vula, nga Basha tek Berisha. Pra ndodhi. Si ta kuptojmë këtë? Janë vetëm pak kohë, ishte Saliani me zotin Basha përballë Berishës, tani shkon Saliani me Berishën dhe i del sërish përballë Berishës. Saliani ka kuptuar që në PD çfarë ka ndodhur? Saliani ka kuptuar që në PD nuk ka njerëz që të kenë lloj karizme politike. Dhe ai mendon që është tip simpatiku. Qartë. Kur them simpatik nuk e kam në mënyrë tallëse ose pejorative, po i pëlqen vetja politikisht dhe s'ka një gjë që të pëlqejë vetja. I duket kështu, domethënë i kompletuar me sharme të gjitha, plus që mendon që mund të ketë edhe një aureol mediatike dhe me këtë mund ta çajnë, domethënë pra një grup interesi, prandaj thotë Berisha është çështje interesash. Se Berisha është shumë përpara të tjerëve para se t'i bëjnë llogari të tjerë atij për t'i marrë partinë. Nëse çështje interesash e zgjidh thjesht, Berisha jep një post dikujt këtij apo tjetrit dhe e zgjidh të problem. Është pak më e gjerë se sa. Është më e gjerë se kaq. Kaq shumë drejt për drejt, pra kaq e thjeshtë. Është histori, domethënë Berisha kupton se kush është grupi interesi. I qartë. Unë tani nuk mund
ta ludoj se për kë e ka Berisha, po e kuptoj shumë mirë se për kë e ka. Dhe kur Berisha thot këtë gjë, e di shumë mirë dhe se si ta shkatroj grupin e interesit dhe për çfarë flet ndërkohë. Pra e di shumë mirë që nuk ka substancë, nuk ka themel pretendimi që shet Saljanin në publik. E di shumë mirë se si funksionon. Dhe Berishës kur vjen kjo pjesa, për t'i marrë atë copën e vet, nuk ka shans t'ja marrë njëri. Sidomos kur e ka të pjata vet. Kështu që besoj Denis, si e sheqen pëse nuk ka asnjë lëvizje të këtillë për shembull, gjithçka qetësi. Pse duhet të ketë lëvizje? PS është në pushtet. Është në pushtet, është komode, kupton? Në PS ka një projekcion politik, që do të thotë nga i pari deri te i fundit ka një kuptim. Më mirë të jemi në tren dhe të udhtojmë të gjithë, pavarësisht se ai i fundit nuk është i kënaqur me. Po nuk mendon askush ndryshe nga Edi Rama. Po mos jesh fare në tren, siç janë këta, se këta kanë 12 vjet që janë tren, edhe 4 tjera, i bie të jenë 16 vjet që rin presin trenin, kur të kaloj treni mund mos kaloj fare. Se këta ndërkohë ndërpresin dhe vagonat me njëri tjetrin dhe mund t'i vijë vetëm një vagon ku hypin të gjithë edhe ngelin mes e kurudhës. Ndërkohë që treni duhet vazhdoj udhëtimin që ti gjenerosh, është si enë komunikuese. Marrëdhënia me politikën është enë komunikuese, e kupton? Këta kanë hyrë gjithë në një vagon dhe kujtojnë se treni ecë, treni ka ngelën në vend treni këtyre. Dhe këtë s'po kuptojnë ndërkohë. Pra brenda trenit zihen sikur se duket sikur treni po ecën, vagoni ka ndalu. Lëviz gjithçka rreth tyre, vetëm vagoni këtyre s'lëviz. E kupton dhe është kjo pjesa, se është qesharake tani, do të thënë komike, e kupton? Ne flasim shpesh për demokraci, po si mund të ndërtohet demokracia me dy parti të mëdha, le të themi autokrate, pra me liderat të cilët kanë peshë shumë të rëndë dhe vendosin gjithçka? Po kjo është a mund të ndërtohet sa demokracia? filozofike edhe pragmatiste, domethënë në kuptimin e kësaj. Po ta bëjmë filozofike, do të përfitojmë në një gjë. Ideja është ne kur nuk e përftuam demokracinë si vlerë të asaj që na duhet që na përfaqësoj. Ne kur, asnjë institucion sot në Shqipëri nuk ka, ose jo institucion, po dhe vetë organizma shumë vegjël, nuk e kanë sistemin kultural të demokracisë. Pra, nuk të lejon tjetri që ti të kesh mendim, të kesh alternativë, të kesh gjykim, të kesh vlerësim. Pra, ne vetë si mendësi komunitare, sociale, e kemi të censuruar këtë gjë. Pra, këtu fillon se është qeliza. Qeliza krijon një blok, një komunitet, pastaj një përfaqësim. Që ne çfarë të them, e kupton? Ka institucione këtu që bëhen zgjedhje demokratike, jo. Merr Akademinë e Shkencave, manipulohen zgjedhjet. Merr partitë politike, manipulohen zgjedhjet. Ata që fusin votat thonë dalin pa pikë, dalin me fytyrë, me figurë, dalin dhe me zë. Ed Paloga ka dalë me zë, ka thënë që ne kemi manipuluar votat për Lulzim Bashën. Pra e pranon publikisht, vazhdon ekziston akoma në politikë. Nuk e kam me Palogën, se nuk është Paloga halli më i madh i kësaj historie, po këtu të gjithë janë manipulatorë, se nuk duan të lëshojnë vendin. Po nuk e ka këtë frikë Saljan që mund t'ja manipulojnë votat për kryetar? Po çfarë si ka hyrë në një lojë që mendon që po e luaj herë, pastaj se ku do dali. Ai humbur si humbur është, ai bëri burgo valla, e kupton? Pra me një idiotësi që vazhdon ta besoj akoma dhe ta thot. Pra që kjo gjëja është kështu, vazhdon të thotë që unë jam i pafajshëm dhe lidh dy gjëra që s'lidhen me njëra tjetrën. Domethënë lidh që unë e çova atë në Itali, ndërkohë që s'ka lidhje fare, se ky nuk foli për Italinë, për vllajën e Fatmir Xhafës. Ky foli për një gjë tjetër, për një skandal që s'ka ndodhur ndërkohë. Pra është një manipulim total i audiopërgjimit, dhe që është provuar me gjykat që dihet botërisht brenda Partisë Demokratike dinë të gjithë që ishte një fake, pra një fals ju shkëputën të gjithë. Pra në fillim dinin 5 veta, Gazbardi, Ali Beja i mos gaboj, Saljani ve dhe ja 2 tjerë. Pastaj fillon duke ikë ata, se e kuptuan që... I qarë, Berisha i thash i burgosur politik, tha. Berisha i luan lojrat si intereson për momentin më burë. Nesër del prap hero Saljani, sot del si që doli tani që e masakroja i në kuptimin e epiteteve dhe gjërave, nesër po t'i vi si pas muzës Berishës, Saljani direkt harrohen këto të gjitha, ti duhet kujtojë që ka thonë për Ilir Metën Berisha. Janë gjërat llahtarshme që mund t'i thush për njeriu, dhe Ilir Meta për Berishën. Dhe ndërkohë dashurohen politikisht. Pra këtu nuk ka moral për këtë pjesë, duhet të bim dakord. I qartë. Le të jemi dakord për këtë pjesë, që s'ka fytyrë dhe moral kjo historia. Të marr një koment për sa i përket deklaratave të kryeministrit për çështjen Balluku, deklaratat e fundit që ka bërë? Po ka pas disa deklarata, do të ketë diçka për tyre apo thjesht tërsinë? Ti marrë me radhë, është bllokuar puna, gjykata kushtetuese duhet të marrë vendimin. Besoj që ka fokusuar idenë e gjithë argumentimit që pezullimi që ka ndërmarr
shkalla e parë e gjykatës posaçme ndaj zëvendës kryeministres ka bllokuar proceset vendimarrëse, operative, gjithashtu menaxheriale të asaj si ministre e infrastrukturës dhe energjisë, po edhe si numri 2 i qeverisë në ndjekje të punëve të qeverisë. Kur e sheh kështu është normale, sepse ai është nga pikpamja menaxheriale, po ndërkohë po jep dhe një mesazh sepse ka një debat madh në lidhje me këtë çështje e ndërhyrjes. Dhe në fakt ka një problem, nëse e kthejmë vetëm në rrafshin e jurisprudencës dhe në rrafshin e kushtetutës. Pra, nesër mund të jemi prokuror, kam një inat qoftë politik, qoftë personal, dhe pezulloj Edi Rama nga detyra, kupton? E fuz dhe në hetim, dhe praktikisht ndroi pushtetin, ose rrëzoi një qeveri, e cila nuk rrëzohet dot pa numra, pa vota, pa një votbesim parlament, dhe një person tek pull që mund ta bëjë këtë gjë, e kupton? Kështu që nuk ka rëndësia është Edi Rama sot. E di që shumë kritik mund thonë që jo ti po mbron Ramën tani me këtë që thu. Në fakt, shteti ndërtohet mbi nocione të cilat vendosen një kohë caktuar dhe vazhdojnë jo për 2 vjet, as për 5 vjet, vazhdojnë për 500 vjet. Pra, kushtetuta amerikane nuk ka ndryshuar që kur është krijuar para 400 vjetësh, kupton? E vërtet. Nëse ti bën një ligj themeltar të shtetit, ke nevojë që ta bësh ashtu siç duhet dhe ta interpretosh siç duhet dhe ta respektosh siç duhet. Që në këtë kuptim, ne ndodhemi para një faze shumë çuditshme që pak shtete e kanë pas, dhe kryesisht shtete me improvizime të demokracisë, siç jemi ne, me demokraci hibride, që na është dash që të kemi gjykatë speciale. Ndërkohë që mund të kishim vetëm gjykatë, s'kemi pse me pas gjykatë speciale. Se gjykatë është gjykatë, ose është gjykatë ose s'është gjykatë. Është si me thënë drejtësi e drejtë. Pra, drejtësia është drejtësi. Do shkosh të marrësh drejtësi. Ku? Në gjykatë. Te kushtet e gjykatës. Pra, pse duhet kemi një gjykatë special? Për çfarë bën special një gjyqtar të gjykatës rrethit me një gjyqtar të apelit? Të dy kanë një njëjtin vlerësim për ligjin. Ligji vlerësohet si po prokuroria është speciale. Se prokuroria merret me çështje specifike. Po gjykata s'mund të jetë speciale. Për shembull, po marr një kështu dhe në këtë kuptim, me që jemi në rrafshin e gjërave ekstra, na ndodhin edhe këto precedentet e habitshëm. Dhe unë në MCN këtu në emisionin pa ekspozuarit të kolegut Rakip, kam sjell disa eksperienca nga vendet perëndimore që referohen praktikave të Komisionit Evropian, ku më pas i referoi dhe kryeministri Rama në një dalje të tij pas rreth 8 ditësh mos gaboj. E rëndësishme është që Rama ndjek dhe MCN-n në këtë rast, se po e bëj pak si batut, ose të paktën ja referoj. Kështu që kryeministri tha një gjë që në fakt është doktrinë e shteteve sipas karakteristikave kushtetuese dhe të jurisprudencës që ato kanë. Kur je mbretëri, pyetet mbreti për gjëra ekstra si këto që na ndodhin ne. Problemi ishte që në Britaninë e Madhe nuk kishte 200 vjet që nuk ndodhte një problem me një ministër. Probleme siç kemi ne të këtij karakteri. Ose vendet tjera, për shembull, i kanë të parashikuar në kushtetutë, po nuk i kanë si precedent. Italia kishte që merr leje nga parlamenti, nga të dyja dhomat, edhe nga senati dhe nga dhoma tjetër. Greqia nuk e ka fare të parashikuar, për shembull, si normë, nuk e ka fare në kushtetutë. Pra po marr vende që i kemi dhe afër. Ka vende tjera më larg, vende të cilat janë presidenciale marrin viston e presidentit, pra marrin okejn e presidentit para se të ndodhi kjo gjë. Kështu në kuptim, çështja mendoj unë për t'i dhënë dhe një perifrazim dhe një përkufizim, do ishte mirë që prokurori çështjes, se tani nuk ka kuptim t'i bëjmë gjyqin edhe prokurorit dhe gjyqtarit, se nuk është as etike kjo gjë. Ne duhet të heshtim kur gjykata flet, pavarësisht se mund të flasim dhe gabim ose në mënyrë të papëlqyeshme nga ana jonë, se tani s'mund ta ndajmë ne kur na pëlqen dhe kur s'na pëlqen. Kur është një vendim i drejtë apo jo? Është vendim i gjykatës dhe kaq, duhet të respektu sidoqoftë ai në çdo lloj forme. Mund ta interpretojmë pasi të ketë mbaruar. Pra, por e bëra këtë parantezë se do them diçka. Fjala vjen, nëse unë do isha prokurori i çështjes, do kisha marrë një afat pezullimi të paktën të përkohshëm. S'mund marrë një afat pezullimi pa limitë. Se çdo më thënë kjo ti pezullon dikë që ka një post kaq delikat, kaq të rëndësishëm, sa që mund të ndikosh në pushtet ose në marrëdhënie të politikës, klimës politikës etj. Pa limitë dhe i deli pafajshëm fund fare. Pra çdo më thënë kjo. Pra ti vendos një afat, le të themi pezullohet për 3 muaj, dhe nëse ke nevojë që ta zgjasësh afatin, e zgjat pastaj. E para, bazike parimore. E dyta,
zonja në fjalë, ka qenë 2024 që ka qenë hetim, dhe ka vazhdu të ushtroj pushtetin e saj, po t'ishte për t'i prish provat, i kishte prish provat. Pra aty ka pas dhe kontratat dhe letrat, këto letrat pikërisht që po jeton sot prokuroria ka pas. Në qartë. Aty zonja ka sekretaren e përgjithshme, që është gjithashtu në hetim. Sekretari e përgjithshme vazhdon detyrën, mund t'i prishë ajo provat, a mund t'i prishë provat. Pra ka një lajthitje në objektin se si prokuroria është qasë çështjes. Pra nëse prokuroria duhet ishte qasë, le t'i qasin parlamentit. T'ja kërkonte, parlamenti ja jepte apo se jepte histori tjetër. Prokuroria bën punën vet, gjykata bën punën vet, adreson atje si duhet, ku duhet, dhe pastaj palët përballen nga pikpamja kushtetuese, institucionale, dhe mbi bazat e logjikës juridike merret një konkluzion dhe merret një përfundim. Por unë thash që nuk duhet ta bëj gjyqin se kjo çështje tani ka kaluar në kalenda të tjera dhe është e kotë që ne vazhdojmë të debat. Të presim gjykatën kushtetuese, të flasim gjykata kushtetuese dhe pastaj mund të jemi ne që... Dhe uroj të jemi sërish studio për ta komentuar. Faleminderit që të kisha në studio. Faleminderit për hapësirën.